Përshëndetje të nderuar miq, Partia Demokratike me në krye zotin Sali Berisha ka nisur zyrtarisht ofensivën për heqjen e non-gratës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ditën e djeshme është bërë publike në media fillimisht nga gazetari Klodian Tomori një kontratë që Partia Demokratike përmes sekretarit të përgjithshëm të saj zotin Flamur Noka ka firmosur, ka nënshkruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një kompani në mos gaboj Continental Construction, e cila përfaqësohet edhe ka pjesë të saj drejtuese midis të tjerash edhe vajzën e Susan Wiles, ish shefe fushatës elektorale të partisë të Donald Trump, aktualisht shefe kabinetit e presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mes të tjerash, kjo kontratë, e cila është 24 muaj me një pagesë prej $250,000 çdo muaj, $6 milion në total, ka edhe heqjen e non-gratës. Garantuesi i kësaj kontrate lobimi në media është përmendur një shqiptar nga Tropoja, Nureddin Seci. Por cili është zoti Seci? Cili është roli i tij? Çfarë përmban kontrata? Çfarë shkruhet edhe është bërë publike tjetër në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe për atë që po flitet në Tiranë, përfshir edhe reagimin e opozitës, pra Selis Blu, do të flasim me aktivistin e Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili është edhe mik i zotit Seci, njohës mjaft i mirë, zotin Sadri Kortoçi. Zoti Kortoçi, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Po flasim sërish edhe këtë radhë, ndoshta një nga bisedat më të rëndësishme që kemi zhvilluar, kontrata më e madhe e lobimit. Kështu flitet paktën në Tiranë. $6 milion. Por pyetja më e madhe edhe dyshimet që kanë lindur nga Tirana nuk janë për lobimin i cili është i lishëm në Shtetet e Bashkuara, por për parat ku janë gjendur ato. Fillimisht, ju e keni lexuar këtë kontratë? Jo, nuk e kam lexuar kontratën as pak. Vetëm pash çuni im i vogli. Ma tregove mbroma postimin që kishte bërë Mero Baze. Pastaj kisha një thirrje nga New Yorku, një nga këta aktivistat e Partisë Demokratike më pyeti, tha e njeh Nureddin Secin, i thash e njoh, tha ku është problemi? Tha kështu mediat në Shqipëri kanë publikuar se është bërë një kontratë mes Partisë Demokratike edhe këtu në Amerikë me bërë një lobim për një periudhë kohë 2 vjeçare, 3 vjeçare në ndihmë të Partisë Demokratike. Kjo ishte biseda më që fillova, edhe pash postimin e Mero Bazës. Mero nuk e kam shok, nuk e njeh. Pash që Mero Baza kishte fut shtëpinë që tash do filloj me Okej, atëherë duke qenë se ju s'e keni lexuar pjesën e kontratës, por ne do trajtojmë çështjen njohjen, pra edhe bisedën, edhe atë që keni pasur ju me zotin Seci, njohjen e vjetër, edhe bisedën e parë pas qarkullimit të lajmeve, pra pas daljes së lajmeve për kontratën e lobimit. Si e njihni ju zotin Nureddin? Çukur prej ku e njihni? Me çfarë merren Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Nureddin Seci ka qenë banor i qytetit Baramcuri, mbaru shkollën e Institutin e Fizikulturës në Shqipëri, ka qenë përgjegjës i klubit futbollistik Valbona për një kohë, ka qenë ndër alpinistat e parë në Shqipëri, ka marrë disa medalje, disa çmime, ka ndihmuar në çështjen shqiptare edhe këtu në Amerikë sa ka qenë koha e luftës, ka qenë edhe në Kosovë disa herë i ftuar si njëri i nderuar e respektuar. Po në Shqipëri, në mos gaboj e kanë nxjerrë elektricist, jo profesor fizkulture. Në Shqipëri ta ndryshojnë emrin, mas pari, unë i pash sot mediat, Seci. Këtu kur vim në Amerikë, unë e kam pas emrin e mbi emrin Sadri Kortoçi, me ç. Po. Sadri për shembull është pak e vështirë për amerikanët me prononcue, edhe me shkruaj, se nuk është emrin në gjumë. Këta janë mësuar me emra Brian Smith, Ryan James e kështu. Kur vjen në Amerikë, momentin e parë që kur futesh në aeroport ose dikush pyet, thotë si e ke emrin? Can you spell it for me? I thua S, edhe ja bën një krahasim me diçka që amerikanët e njohin. Sam,
Sadre, means shkronja parë Sadre. A, Apple. D, David. Domthon nuk ka gabime në emra. Që nga fakti që media shqiptare thonë Seçi, ti ke ndryshu personin zotnis, është një lloj sikur ti ke dylber edhe me ta ndryshu shkronjën e parë e me ta bë Byber. Por pra ai është Seçi që ka nxjerr media është tjetër. Nuk është ata për të njëjtën flasin, po ja kanë ndryshu mbi emrin. Nuk është Seçi, po është Seci, Nureddin Seci. Pra thelbi është që është një njëjti person, po është profesor fizkulture tani, ka punuar në Shqipëri apo elektricist? Ky ka punuar në Shqipëri, ka pas profesori i tij ka qenë, edukimi i tij ka qenë profesor, ka marrë shkollën në institutin që ka qenë fakulteti i kishte një doktor, si ka qenë ajo Instituti Fizkulturës. Atëherë ka pasur Instituti Fizkulturës. Ka qenë ka punuar disa kohë në Tropoj si përgjegjës i klubit Valbona, ku ka qenë voleybolli, ka qenë basketbolli, ka qenë gjitha sportet, alpinizmi, ka qenë ndër alpinistët e parë shqiptar. Nëse shkojmë mrapa kur Nureddin Seci masën është vendosur në Tiranë, ka bërë disa punë në Tiranë me shtetin atëherë aso kohë, ka ardhur në Amerikë me loteria amerikane. E shoqja e Nureddinit ka qenë me profesion dentiste, me fakultet në Shqipëri, domthonë mbarua dhe ajo. Ka ardhur bashkë me 4 fëmijët e vet në New Jersey dhe si çdo njëri ka filluar me punu për të tjerët. E ka gjetë një punë që ai bosi që ka pas përpara ka pas një shërbim. Një shërbim që këtu njerëzit për shembull kur ndahen, kur kanë gjona tepër në shtëpi, kur lëvizin nga një shtet, nga një fshat, nga një qytet, ato kur vjen momenti që ti duhet me heq gjona nga shtëpia, detyrohesh mos me hum ato gjona, mos me hedh ato mobiljet, gjullëriat, rrobat, janë disa ambiente që quhen storage. Për këta që jetojnë në Amerikë e dinë se kush janë storage. Tash ti pagun, nëse ti ke marrë një garazh, si punë garazh, ose më thonë si punë dhome, një hapësirë, ke hapësira nga shumë vogla deri hapësira që mundesh me fut 5 shtëpi aty. Varet se sa ke materiale që do me mbajt aty për 1 muaj, për 2 muaj, për 1 vit, për 10 vite, sa dushti, ata vetëm biznes donë. Nëse unë kam një ambient të tillë, unë du që me i pas ato të kukume. Pra, Nureddin Seci me këtë biznes merresh e filloi në Shtetet Bashkuara. E ka fillu me punu për dikën tjetër. Tashi, desa Nureddin ka vazhdu punën, ai bosi i tij që ka qenë, ka fillu mu plak, edhe se ka bë dot biznesin. I ka thonë, një gjë, unë ka thonë, s'du me bo këtë biznes, fëmija mi s'do me bo këtë biznes, nëse ti dhe me vazhdu këtë biznes, unë t'jep gjitha ato accountat, dhe mon gjitha ato, si me thonë, infrastrukturë, logjistikën, gjithçka. Po, këtu është Amerika është shtet i madh, njerëzit për shembull vetëm në këtu ku jetojnë, janë në të paktën 2-3 storage. Këta ke storage dhe mon që njerëzit i kanë për shembull këto storage, po flas një filial ose një lokacion i ka të paktën ndoshta 200 dhoma. E secili ka numrin e vet, ka kodin e vet, e çdo kohë mundën me aksesu, me shku me marr materialet e veta, pra atë kohë që ka bë kontratën me atë zotin që ka përdorën. Pra ky është biznesi i zotit Nureddin. Jo, biznesi i zotit Nureddin ka qenë kështu. Ky zoti Nureddin ju ka siguruar njerëzve, këtyre kompanijave që i rentojnë ke qytetarët e thjeshtë të magazina, kur kanë probleme me elektrikun, kur humin kodën me hap ato dyert, se ato janë sigur me qepena, një pjesë e madhe, një pjesë janë me çelësa, me koda, kur ato njerëz i humin këto koda, kur kanë probleme me dyert, kur kanë probleme me këto, atër thrasi një shërbim. E Nureddini ju ka siguru këtë shërbim. Tashi, nëse ti arrin e kry një shërbim për po flas për një X person që ka
një magazin, po e themi magazin që ta kuptojnë ato në Shqipëri, atëherë ai tjetri person, i njëjti person ka ndoshta ato magazinën tjetër në Maine, në Pennsylvania, New York, në Rhode Island, Michigan, Massachusetts. Pra, nëse ja kryen shërbimin, ai ka për ta dhënë edhe një storage tjetër, edhe një tjetër, edhe një tjetër, edhe një tjetër. Kështu ka ardhur Nurdini duke hap biznesin e vet, domthon ka arrit që të punojnë në 10 shtete. Në 10 shtete. Po, nëse ti arrin, i bën një shërbim, ai klienti jot është i kënaqur, ta jep edhe një tjetër. Kështu ka arrit Nurdini që nga New Jersey. Po tani, çfarë ka Nurdini, pra, pas Nurdini ka të njëjtin biznes. Edhe pse ka dalë në pension, është aktiv. Është aktiv. Mjafton që kompania e Sadriut ka nevojë, e ka numrin e Nurdinit, Nurdini çon punëtorët edhe kryet puna, shkojnë e bajnë punë ata, ky ja paguajnë rrugën, ja paguajnë dietat, ja paguajnë gazin, ja paguajnë tollat, ja paguajnë hotelet, ky kryen shërbimin, edhe merr pagesat dhe u kry puna. Tash ky ka aktivitet në 10 shtete. Po marrim anën tjetër. Nurdini, fëmijët e Nurdinit kanë qenë sikur shumë fëmijë shqiptarëve kanë ardhur këtu. Djali i tij i madh ka marrë shkollën për doktor. Këto gjëra gjinen të gjitha këto më habit se ushqimi që mediat shqiptare, gazetar, si puna e Merobazës. Po ju, a keni komunikuar vetë për ashtu pjesën e medias, pra ju lutem jepni versionin e asaj që ju keni, si e njihni ju përveç kësaj, pra keni e njihni në distancë me këtë që më thatë, apo keni një njohje tjetër në ta? Unë e njoh personalisht, familjarisht. Pra keni komunikuar edhe pas daljes lajmit? Komuniku mbrëm me të, kam komunikuar edhe sot mjes, Nurdini jeton diku 20 minuta larg nga unë. Si i kishte pritur këtë vorbullun e fortunën e lajmit? Absolutisht se ka prit as pak keq, po vetëm ato momentet kur e deformojnë realitetin, se kontrata është bë. Është bë kontrata. Çfarë ju tha për kontratën? Kontrata është bë, është kryer. Po kush është qëllimi? Qëllimi nuk e di, thash, nuk e kam lexuar kontratën. Thjesht qëllimi është ajo që ju tha, pra komunikimi me zotin Nureddin. Kontrata, se ndoshta keni lexuar më mirë, nuk hyna me pyet për kontratën. Kontrata tha është bë diku në mars, edhe është kryer si kontratë. Nuk e di se çfarë përmbajtje ka kontrata, nuk e pyeta, por thjesht kjo është bë, nuk është bë pa qëllim. Një gjë. Njerëzve në Shqipëri ju duket diçka shumë e habitshme, e sidomos media. Shuma e parave që është nuk është as pak e habitshme për një që ka për shkak paktën biznes për 10 vjet, për 20 vjet në Amerikë me pas $2-3 milion ose $4-5 milion. Tashi, po flasim thjesht se si mediat e interpretojnë, mas në dalën prapë kënë Nurdini. Mediat e majta, mediat pranë Rams. Merabaza kishte hedhë shtëpinë e Nuredinit. Pra nuk është ajo shtëpia që ishte në foto? Në të vërtet jo, ajo është shtëpia e parë që Nuredini ka blerë në Amerikë. Tashi vajza e Nuredinit. Nuredini ka një shtëpi, me thonë Meros, edhe një 3 herë, 4 herë më të mirë se sa ajo shtëpia që ke pati, që ke hedhë, që ke thonë që është 6 milion. Po Nuredini, pse nuk reagon vetë? Pse nuk e reaguar vetë? Po një gjë, për çfarë duhet më reagua? Më thuaj ti mua, për çfarë? Po t'jap versionin e tij. Po çfarë version? Nëse unë bëj një kontratë për lekët e mia, pse duhet më dhon llogari dikujt? Po si mundet, a është normale që ka diçka që nuk shkon, që për një person ti të vendosësh garant $6 milion, kjo nuk do të me gjithë. Çfarë dini, ose çfarë ju tha ai, ose përveç fakti që janë të dy nga Tropoja me zotin Berisha, çfarë e lidh tjetër këtë njeri? Në gjë, se këtë lidhin me zotin Berisha, këtë lidhin, ora njerëzit, o Dilbert, duhet me kuptu një gjë që vetëm për një natë,
në Brunës Restaurant, Brunës Selimaj, është nga Plavëgësia, nga Vuthajt. Brunës Selimaj, ke restoranti ti ka mbledh për një natë $2 milion në kohën e luftës. Po në Shqipëri, për ato njerëz që kanë jetuar në komunizëm me një rrogë, edhe sot prapë ka një rrogë prej Edi Ramës, është shumë e habitshme ta konceptojnë se si njerëzit, se si Adem Jashari ka vdek me gjithë familjen për vendin e tij. Pra, ju po thoni që ky njeri po e bën këtë për Shqipërinë apo për Partinë Demokratike tani? Po, kush është Partia Demokratike? Nuk përfaqëson Partia Demokratike Sali Berishën, më zotini. Përfaqëson, po thush, gjysmën e popullsisë. Pra, ai po e bën për Shqipërinë. Për Shqipërinë. Edhe sikur Partia Demokratike të kenë nimen e Amerikës, çat keqë do ketë Shqipëria, më thuj ti mua. Po një nga pikat e kontratës, qëllimi, domethënë pavarësisht nga do që ti bie zhvërdall, është heqja e non gratës. Për këtë nuk mund të bëhemi naiv, apo jo? Okej. A pyetin ato mediat në Shqipëri ndonjëherë sa lek ka dhënë Edi Rama me lëbue që të jepet non grata Sali Berishës? Unë nuk jam as gjyqtar, nuk i di as ato transaksione që ka bërë Edi Rama, di një fakt që Berishës i dhon non grata nëpërmjet Anthony Blinken and George Soros. Po deshet unë ja dërgoj është vetë zoti Berisha që edhe tani në fushat, por edhe në 2 vitet e fundit, nuk ka javë, nuk po them afër me ditë, po marrim mesatare për javë që mos e përmend Charles me Gonigalin. Pra, nëse po përmendim Charlesin nga një anë, po përmendim dhe krahun tjetër tani. Si mundet që një person që të paguaj $6 milion të jetë garantuesi për një kontratë, ndërkohë që vetë zoti Berisha nuk besoj që i mbulon këto, sepse ai ka deklaruar në mos gaboj prapë që në kaq vite punë ka vetëm 100.000 euro apo dollar kursim. Pra ka diçka domethënë të dal njëri që po. Dilber, problemi është këtu se sikur se tash edhe përpara, në të vërtetë janë para mëdha, po ato nuk janë me një herë, nuk do jipen me një herë, ato janë për një periudhë kohë, nuk e di tash edhe një kontratën. Po marrëm atë që janë $6 milion. Ndërsa nëse unë i kam $6 milion që zemra më ka thonë që me dhënë donacion për dika që ndoshta mundet me dyshu jetën e dikujt ose situatën atje ose me dhënë në Afrikë, me nxjerr ujë njerëzve që s'kan ujë nëpër Afrikë, nëpër shpëtitira ose me dhënë një shoqatë qensh ose macësh, atëherë nuk është problemi i askujt. Askujt në Shqipëri me ndrejtu mua se ç'a me bë me lekët mia. Ai dini e ka marr parasysh kur ka bën një kontratë, se nuk është kontratë e bëme nëpër zyrat natyrale në Shqipëri, po është kontratë e bëme në Amerikë. Jo se këto janë kompani private, por se besoj që Nurdini ka qenë aq naiv që të bëjë një kontratë edhe mos të përmbahet. Pasi detyrohet mbas kontratës kur ta marrin edhe shtëpinë, ta humbin edhe biznesin edhe çdo gjë. Kështu që çdo gjë në Shqipëri e lidhin me Sali Berishën. Unë Sali Berishën e kam taku për herë të parë në vitin 2010 në New York. Unë kam fillu punë, kam fillu punë në organet e drejtësisë në vitin 93 në Kruj, kur kam shkuar në Kruj, gjithë Kruja thoshin ky është i Salës. Ky është i Salës. Unë vërtet Salën e njihsha sikur ke njoftë ti, sikur ka njoftë çdo njeri. Por ka të lutem edhe vizën kur kam marr vizën, kam shkuar nesër në Kruj, ato njerëz janë gjallë edhe mundën me flas, edhe nëse në gjë në njëri e dim se a jam të folur. Kur kam shkuar nesër në Kruj, kam marr vizën, më thanë, ty ta ka dhënë vizën Sala. Tash ç'a them unë? Po ju lutem thoni këtë, 2 gjëra janë në këtë mes. Po. Së pari edhe kryesorja është që nga biseda që ju keni pasur, pra këtë shumën e ka paguar edhe ka dalë garant vetë Nureddini? Së pari dhe së dyti, apo është
Në mos gaboj siç thot Partia Demokratike që lekët janë mbledhur dhe po paguhen nga një shoqat, në mos gaboj një shoqat e pyeta Nureddin vërtet çfarë shoqata, por unë isha në pushim. Për 10 ditë isha në pushim në Republikën Dominikane. Me njëherë sa u ktheva nga pushimi në Republikën Dominikane, erdha edhe një javë në Shqipëri, në 8 ditë. Me njëherë sa erdha nga Shqipëria shkova në Kanada. Nuk kam qenë aktiv në komunitet për të paktën një muaj diçka. Edhe nuk e disha, tha njerëzit kanë dhënë pare, po vazhdojnë të japin. Njerëzit japin për diçka që besojnë edhe mendojnë. Pra, i kanë dhënë njerëzit, jo të gjitha Nureddini, apo si është... Po tash ndoshta Nureddini nuk i ka gjithë ato se janë shumë pare. Ato paret nuk janë levrues, si thonë në Shqipëri, nuk janë dhënë me një herë. Se asnjë gjë s'ka me një herë në Amerikë. Pra ne njerëzit. Po, është kësti çdo muaj nga $250,000. Fix. Ajo është shumë e kollaj, shumë e lehtë. Shumë e lehtë, domethënë 100 veta, 200 veta me gjet i takon nga $50,000 edhe kryet puna. Këtu i ke gjysmë milion shqiptar, paktën në New York. Nuk është për një njeri që ka biznes suksesshëm që bën 2 milion, 3 milion, 4 milion, 10 milion dollar në vit, nuk janë as pak $250,000. $250,000 janë unë për vete kur kam po flas kur kam filluar më marr me kështu me si agent shitje, ka pas muaj për shembull që kam shit edhe se s'është mirë me i ful numrat, kam shit edhe gati $250,000 në vit, në muaj, fal. $250,000 në muaj i takojnë për shembull diku 30 deri në $50,000. Tash për dikon në Shqipëri thot, që kanë shumë, unë si bëj dot. Kështu është kapitalizmi. Edhe nuk i ka bën as me droga, as me vjedhje, vetëm me punë ndeshme. Edhe Nureddini, nëse amerikanët për t'ju përgjigjur kësaj tuajës, po ju përgjigjem me një shprehje që ju e dini më mirë se unë, që përdorin ata andej. Tani drejt falas nuk ka. Në qa kuptim këtu të dy bërë mund të jap njëri falas diçka? Po. Unë disa herë kam qenë i pranishëm këty dhe kam thonë njerëzit në Shqipëri motivi është leku. Është leku pse është një vend që paktën unë për vete di që kena qenë në atë existence mode, me YouTube, vetëm për me YouTube, me hangër, me pas bukë në tavolinë, me pas mjaft mesh ose disa kushte elementare që njerëzit në përbot i kanë pas. Por siç thatë ju, nuk bëhet fjalë për shuma që në Shqipëri konsiderohen të vogla, por të konsiderueshme shumë. Absolutisht nuk konsiderohet vogla, edhe $100,000 janë pare. A kupton? Po flas kur i bën me djers. Atëherë kur ti ke jetu në një mënyrë, se mod i thonë anglisht, me një mënyrë mbijetese, me mbijetu në Tropoj, me mbijetu në Saran, me mbijetu në Divjak, me mbijetu në Tiranë, në kryeqytet ku ti s'ke pas kushtet elementare të jetesës. Edhe të mendosh domosdoshmë se si ka mundësi që dikush jep para për diçka që ndoshta atij duket anormale, se ai s'ka ndoshta bukën në tavolinë, është shumë vështirë ta konceptojnë. Është shumë e vështirë për dikë që s'e ka pa e s'e ka ditë. Tashi, po flas personalisht për veten time. Edhe unë jam rrit me atë mënyrën e mbijetesës. Po kur vjen në Amerikë ose vjen në një shtet tjetër që ti je rritur me 3 regjime, edhe komunizmit, edhe pas 90-s tu, por edhe çbaat atje. Megjitha, kur kam marrë këtu edhe unë kam qenë në atë modën, si më thonë, në atë mënyrën e mbijetesës. Por dita që futesh ti në Amerikë është dita më ulët në jetën tonë. Pse ke ardhur? E fillon nga zero. Dikush din anglisht, dikush nuk din anglisht, dikush ka familje, dikush s'ka familje, atëherë çdo ditë ti shkon ngritesh. Unë kam filluar edhe unë sikur Nureddini kam filluar puna e parë e imja që ka qenë ta kom la pjata për 2 muaj,
kam fillu me kam punu në restorant sikur ndihmës kamarier, as kamarier s'm ka fut kush, as ke dajt e mi që njohin pjesa më e madhe e muzikantëve në Shqipëri, njohin se kush kanë qenë dajt e anëstrimin që kanë pas restorant muzikë shqip, e njohin ish ambasadorët këta që kanë punuar në New York në kohën e Ramiz Alis dhe në kohën e Enver Hoxhës, i njohin shumë mirë kur kanë qenë ato dajtë në anëstrime, as kamarier me shqiptar. Pse? Se thanë ti nuk di me ecë. Edhe nuk disha me ecë, edhe pse isha jurist. Ata u tallshin me mua, më thoshin se ti ke qenë jurist edhe s'di me ecë. Pse imagjino, vishim nga një vend domon që kena qenë në atë mënyrën e mbijetesës. Ndjese po ndërpres, se mos më kaloj pastaj tek pjesa e gjatë komunikimit që patët me zotin Seci. Me Nuredinin. Ishte i shqetësuar që Spaku këte ka nis verifikimet apo nuk e kishe marrë vesh lajmin akoma? E kishe marrë vesh shumë mirë, Spaku dëgjoj. Të lutem mësuaj çfarë tha ai për këtë. Okej. Asgjë nuk më tha, nuk isha as pak i shqetësuar. Sikur se thash, më tha që kontrata është bë, o krye, e kam bë vetë, e kam hedh firmën vetë edhe asgjë të keqe. Po në Shqipëri ka dyshime edhe për firmën, për emrin, sepse si për emrit është firma, por në Shqipëri, duhet me kuptu një gjë se në Shqipëri zoti. Po të paraqes të gjithë tablon e mediave edhe dyshimeve që kanë të gjithë, jo vetëm pjesa e mediave njërës para apo tjetrës, sikur mund të interpretohet, por edhe qytetarëve të thjeshtë nisur dhe nga komentet në rrjetet sociale. Njerëzit janë të lirë sot nëpër media me dhënë mendimin e tyre, nuk do të thonë që është e vërtetë, çfarë thot Sadria, çfarë thot Dylberi. Realiteti kur e njeh, kur e shef e prek, si më thon, sistemin amerikan me sistemin e Shqipërisë, arsyeja pse kanë ikë gjithë ata njerëz për Shqipëri është se ndoshta këto të pavërteta, këto gjëra që ndodhin në Shqipëri nuk e kanë gjetë veten. Po flasim ke Nuredini, ai ka bërë me konsciencë atë punë, por mediat edhe Spaku në Shqipëri ose ata njerëz që thonë e hapi Spaku një çështje. Më mirë do ishte Spaku mu interesu për 130 milion të inseneratorit, edhe me marrë dikon përgjithësi, se sa 6 milion që një shtetas shqiptar i ka bë me djesën e vet. Se sa me qenë ma të interesu për parat e Sadriut ose Nuredinit ose disa biznesmenave që unë i njoh në Amerikë. Ka një paqartësi këtu parave të veta të Nuredinit siç tha, apo edhe të kontributeve nga shqiptarët e Amerikës që duhet ta bëjnë prapë Shqipërinë e Madhe, emri i shoqatës të mos gaboj. Sikur se tash përpara, Dilber, tash Nuredini ndoshta nuk i ka 6 milion dollar në bankë. Nuk i ka, se ka shtëpinë, ka makinat, ka inshurancat, ka sigurimet e gjonat, nuk i ka 6 milion dollar në bankë. Problemi është se këtu shqiptarët ndihmojnë, japin donacione. Unë di shqiptarë që kanë dhënë donacione në Afrikë. Kanë dhënë edhe e postova një biles sot nga NIP-im ka dhënë donacion në Afrikë me hap bunare, si thonë ata, për njerëzit që s'kan ujë. Tash mi thon dikush në Shqipëri thotë unë s'kam buk. Nuk është problemi jam zoti, sënimi ti dhon ty se ti rrit gjithë ditën kafe jap dikujt që punon. Kaq. Zoti Kortoçi, po ka njohje, domethënë në dienin tuaj, por edhe nga ajo që mund të keni dëgjuar gjatë gjithë kohës, duke qenë se ju thatë që bëhet fjalë për zotin Nuredin që keni hyrje dalje dhe konsideroni mik shtëpie, në mos gaboj. Prej vitet, pra njohja juaj është mjaft e hershme. A ka njohje, cili është raporti dhe njohja më saktë e ti me zotin Berisha, është në distancë? Njohja ti me zotin Berisha është në distancë, sikur e kam njoftur Berishën edhe si shumë tropojan të tjerë. Pra ai po e bën edhe për faktin edhe se është tropojan. Më shumë e njohun Berishën, ndoshta prej 2021-shit, se kam marrë paktën një 10-15 në Shqipëri se sa Nuredini. Kaq. Nuredini e ka moshën, është më i ri se sa profesori, se sa doktori, por Nuredini ka qenë aktiv këtu, ka qenë aktiv në për takimet e PD-s me njerëzit. Është aktiv me Partinë Demokratike.
Po sigurisht, por nuk e dini, nuk ka marrë as ka ardhur 2-3 herë me sa di unë në Shqipëri, se kam pyet se sa herë, se nuk është problemi me pyet sa herë shkova në Shqipëri ka takova. Kjo është e keqja se njerëzit në Shqipëri futin shkojnë ma thellë se sa duhet. Po ka dhe diçka, një kontradikt madhe që nga njëra anë në Shtetet e Bashkuara del një person ose shumë persona, shumë individ, edhe arrin që në periudhë shumë shkurtër dalin garant me $6 milion. Nga ana tjetër, këta persona si nuk arritën që të mobilizojnë diasporën, që përqindja të ishte më e lartë në zgjedhje, po është një përqindje që ne kemi diskutuar bashkë. Është shumë e ulët. Nuk është, nuk është problemi se është ulët. Është problemi se nuk ju është dhënë mundësia. Unë nga 4 antarë familjes, vetëm një ka drejt me votuar. Domthon, ti aty ma ke mohu drejtën e votës. Nuk është e ulët. Nuk është e ulët. Unë s'kam qenë, si më thonë, nuk kam qenë që dikush që ka 30 vite, 20 vite ose 10 vite me vendos për njerëzit që janë atje, pasi me pas qenë ajo çka thu ti, edhe çka kanë prit njerëzit me qenë për shembull 100% diasporës është e mirë me ndryshua, 100%. Po flasim nëse një qeveri është e korruptuar ose diçka, por ti kur nuk jeton atje, nuk duhet me qenë faktor vendimtar me ndryshu fatin e dikujt tjetër. A kupton? Edhe pse na shqiptar. Me lutem edhe diçka për ta mbyllur edhe si rezume, pra fakti se kena mill akoma, kena prap se kena dal ke Merobaze, s'kena dal ke media. Do alë që ju të shprehni atë që mendoni plotësisht, por unë ju ndërpreva disa herë gjatë bisedës për të bërë gjitha pyetjet që janë ngritur dyshime duke nisur jo vetëm në media, por në rrjetet sociale dhe me gjërë. Por sigurisht ju do shprehni atë që jeni lirë, thoni atë që mendoni. Pra, por si konkluzion nga ana ime është fakti që nga biseda juaj zoti Nureddin e ka pranuar që e ka firmosur, është kryer kjo, i ka vendosur këtë shumë garant, edhe janë dhe njerëz të tjerë që ka kontribuar dhe që nuk ishte as pak i shqetësuar nga fakti që s'pak kanë insetime të Shqipëri. Tani, kjo ishte... Spakut do i kisha sugjeruar. Tani ju mund të jeni lirë. Do japsha një mendim se nuk e sugjeroj dot Spakut. Ju jeni lirë tani të më jepni mendimin tuaj për gjithçka. Spaku, spare, duhet që të hapi hetimet, të shohin ku janë lekët e senatorit, ku janë lekët e atij ministrit Trump që është në borg i shtëtësisë, ku janë parat, ku është korrupsion, sa dha para, sa lek ka dhënë Rama në korruptimin e McGonigalit, bashkë me atë Duçken e me këto, sa lek ka dhënë garant Alex Soros ose Rama i ka premtuar Sorosit që Antony Blinken t'japin në ngatën Berishës. Unë di një fakt, se në 2022 kam qenë në manifestimet e pavarësisë Kosovës në Prishtinë, e një nga njerëzit që ishte deleguar, që ka dhënë një ndihmë shumë të madhe në pavarësinë e Kosovës, ka qenë pjesë e administratës Clintonit, e pyeta, edhe mora leje i pyeta, thash, a mundem me bëj një pyetje, tha, vazhdo. I thash, si mendon ti që a ka qenë normale që Berisha bëhet nën grata? Tha, një gjë, unë kam punu, tha, për administratën e Clintonit, edhe pse është dizajnuar nën grata, unë e kam taku, tha, Berishën në Tiranë, tha, du të them një gjë që unë e njoh shumë mirë Antony Blinken, tha, Antony Blinken është, ai ma tha anglisht faktikisht, tha që George Sorosi e ka si me thonë, është përgjesi Antony Blinken. George Soros, Alex Soros, George, baba, edhe Antony Blinken, ta kanë biznes bashkë. Tja ta i kupto vetë. Do të kortoshi, diçka që mund t'jetë vendosur duke u paguar. Mund t'hiqet pa u paguar? Edhe mundet mu heq pa paguar, po është procedurë. Unë e kam thonë ditën e parë që kam marrë Shqipëri në media shqiptare, është procedurë, ndoshta asnjëherë nuk hiqet me vendim, thjesht më marr një vizë
që të lejohet vinë në Amerikë, ajo është kuptohet që është heq non grata. Gjatë bisedës me zotin Nureddin, ishte optimist për marrjen e kësaj vizës, pra e priste Berishën për te matan oqeanit? Nuk hyna në detale, ta them sinqerisht, nuk hyna në detale se ishe shumë herët këtu ishe domon në ora 8:30 në mjesit, nuk hyna në detale, por fakti që këto se tash ta morrim kështu thjesht. Ta morrim thjesht Dylber nëse unë kam vendos me bë një donacion, thjesht jam I sigurt që ato lekët e mia do shkojnë atje. Tash një person që do merr me këtë po zëm shembull se Sadria është në përgjithësi I këtyre parave. Me taku Dylberin, ato njerëz që lobojnë atje. Tash a duhet me lënë në punën këtu? A duhet me lënë biznesin? Duhet me shku atje, me fjet në hotel, me takue. Gjitha këto gjëra kushtojnë. Edhe ati senatorit ose kongresmen ti kushton koha që lobimi është I ligshëm andej, por këtej shuma edhe mënyra se si erdhi sepse për zotin Basha ju e mbani mend që në mos gaboj 150.000 a 500.000, diku te $500.000 ishte ajo shuma nga 650.000, pra 500.000 që nuk arrinte dot domethënë të justifikohej dhe zoti Basha tha I kanë mbledh shqiptarët në Amerikë tha. Oh, God, I'm sorry. Se po më thrasë njëzë. Një gjohë. Nuk e di ligjin aktual. Prandaj është ngritur e gjithë kjo kakofonia, por ju tashmë, ju lutem me vendosni pikat mbi I për ta mbyllur. Pikat mbi I do I thosha për mendimin tem se urdhënoj do të spaku më mirë është me hetua ato çka sot Shqipëria përballohet me korrupsionin e ministrave, kryetarëve të bashkisë të Ramës, me majt përgjes insenatorët, me majt përgjes çdo njëri që ka futur dur. Janë 130 milion, me 6 milion nuk janë asgjë. 130 në Shqipëri, me 6 këtu në Amerikë. Por pastaj mund të dalë, nëse do hyjmë te kjo pjesë. Dëgjoj, se nuk këtu numrat nuk I tregojnë njëri në Amerikë. Në një biznes, kur ti ke një biznes 2 milion, 3 milion, 4 milion, matematika është shkencë eksakte. Këtu përqindja e biznesit, nëse ti ke bën $1 milion, është mes 15 dhe 20%. Domthon, në $1 milion ti mundesh masi ti pagush çdo gjë I ke bë nga 150.000 deri $200.000. Se s'po flasim ka biznese që japin edhe më shumë se sa 15 ose 20%, 30%. Kështu që për njerëz që kanë sukses, nuk janë asgjë $250.000, po në Shqipëri ju duken shumë, po nuk ju duken shumë ato $1 milion që I harxhon gruaja Erjan Veliajt me bë shopping në internet. Ato nuk ju bojnë përshtypje ose insenatorët ose parat që vidhen me tonelata që nga koncesionet, që nga çmimet për ndërtimin e këtyre rrugëve, autostradave, tuneli në llogara. Këto nuk ju bojnë përshtypje shqiptarët, po I bojnë përshtypje parat e Sadriut, se shohin Sadriun që është në Amerikë, ndoshta ata janë xheloz, nuk ju bojnë përshtypje ato pagesat që bojnë në Shqipëri, të palishme që japin korrupsion me shkush çdo zyrë. Këto nuk ju bojnë përshtypje aty, ju bojnë përshtypje pse Sadriu ka dhënë parë në Amerikë. Sikur të thash, për një natë, $2 milion janë mbledh, zotëni. Adem Jashari ka humbur krejt familjen për atë. Shqipëria sot ka nevojë për ndryshim 100%. Ata të votojnë për Ramën, zotëni, e gëzofshin, s'ka lidhje. Nuk e më intereson ato njerëz ignorantë që flasin, nxjerrin video, Rama gjigant, Rama kështu. Dëgjoj, ti në fundit e pagun çmimin zëni. Gjithse kush pagun çmimin, gjithse kush ka atë qeveri që don, edhe atë meriton. Thjesht, është shumë e thjesht. Pse populli amerikan e hoqi, domthon me media, me gazeta, me çdo gjë kishte me drejtësi, me këtë botën Trumpin shpinë. Vetëm kishte një Fox News edhe popullin që ishin lodh me të majtit, me Biden, me kufit e hapun, me lefts, me njerëz liberal, me njerëz që dëgjërun familjen, dëgjërun shoqërinë, futen në për shkolla. Domthon,
Ato njerëz në Shqipëri, më mirë kanë mu marrë me punën e vet, edhe me shiku me ndryshu jetën e vet me një votë, nëse kanë mundësi, nëse don prap Ramen e gëzofshin zotni. 50 vjet e kanë votuar në Vërhoxhën, një pjesë kanë qenë e japin edhe jetën sot. Nuk mundesh me ndryshu njerëzit. Është fatkeqësi. Duke uruar që një pjesë, ndoshta jo të gjithë pyetjeve të publikut ne tu kemi dhënë përgjigje, unë të falenderoj shumë edhe me shpresoj që ne do të diskutojmë prapë në ditët vazhdim për detajet e reja që do dalin andej dhe këtej, por edhe nga biseda që ju mund të keni, jo vetëm me zotin Nureddin, por edhe me shqiptarë të tjerë në Shtetet e Bashkuara që mundet ndoshta të jenë bashkuar kësaj shoqate për të kontribuar, për të mbledhur fondet, për të lobuar për Partinë Demokratike dhe Zotin Berisha. Unë edhe sikur mos din Partia Demokratike as janë për shtet, s'ka lidhje, se jam këtu. Edhe Nureddin është këtu. Edhe sikur gjyshi jam më ngri nga varri, unë kur s'kam për të votuar të majt. Nuk e du ideologjinë të majt. Thjesht vetëm unis nga familja, ata janë degeneruar. Njerëz që propagandojnë transgenders, gays, lesbian, liberal. Nuk e du atë, jam shqiptar, e du familjen solide. Vetëm nga kjo. Unë vërtet do shkoj, tash sot marr me ty do shkoj, edhe isha gati me ikë sot mes me pi një kafe dhe me fol me këtë njerëz që kanë grumbullu parë. Unë si kam ndoshta gjithat e parë, nuk du me i kallëzu ai kam as si kam, është këtë problemi jam, por nëse vazhdojmë më mbledh para, edhe unë kam përdon. Shqipërinë e du është vendi jam. Nuk e du padrejtësinë, nuk e du vjedhjet, nuk e du korrupsionin, du që vendi jam me pas prosperitet, me qenë të gjithë barabartë. Aty edhe unë si demokrat marr përgjegjësinë time, ku është vendi sot, edhe nëse çdo njëri merr një përgjegjësi për vendin e vet, atëherë ai vend ndryshon. Nuk them që Partia Demokratike është zgjidhja që do japin fund çdo gjë që është bërë me Shqipëri. Por kur shef një qeveri që ka 3 mandate në pushtet, edhe vjen si zgjedhje aty, edhe njerëzit e përkrajnë aty, domethënë nuk çfarë pret ati populli. Sadri, të falenderoj shumë. S'po du me ofendu gjithë njerëzit, por kur bota shkonte, domethënë kishte trena nxehtësinë për pallatin, ne shqiptarët akoma ishim me të hongër bukë në tepsia, në kusia, të bën ushqimin nëpër banjën, unë mbaj në Tiranë, domethënë që në qytetet kryesore që gatushin në banjë. Tash këta janë shqiptarët. Edhe unë. Tjetër gjë se tash kom vite këtu. Këta janë shqiptarët. Bota ka qenë e zhvilluar, ka pasur universitete ka 600 vjet përpara. Ne kemi hap universitetin në 50 kur shop se s'maj mend eksakt datën. Tash çfarë pret ti populli? Njerëz që s'kan dalë, s'kan pa Amerikën edhe flasin t'japin mend ty që ke 30 vite, e ndoshta ke ardhur i edukuar nga Shqipëria, ke ardhur edhe me anglisht, ata nga Shqipëria që s'kan shkuar ndoshta një pjesë as në qytet, as në shkollë, ose kanë shkuar shkollë për rreth, t'japin mend ty. Sadri, unë të falenderoj shumë, koha do t'i kristalizoj më mirë gjitha ngjarje dhe do të zbuloj edhe të vërtetat edhe dyshimet për të gjitha. Kështu që të falenderoj shumë për bisedën. Shumë falenderoj edhe për ftesën.